Ndërpreva në shpjegime. Mas pari, me kek, besoj që ishtë doshtë më marrë vesh fillim edhe më bo kyqe atje, nështë ta si ka lanë Hykurudha dhe s'ka pas mundësi me dalë në ato në Hykurudha si ka për ngu. Nërto ka me shku gypat. Po, sigurisht nërto ka me shku, po e theksoj se 500.000 euro fizibilitet, nuk e di që ju ka doshtë për 70.000 banor që e përfshin qendrën e parë qytetit. 59 milion për 70.000 banor është bëjë një shumë e madhe. Kjo do të rishikohet, do të shihet ka i karo traseja, është bërë si pas standardeve, si do të bëhet edhe me po një rishikim të komplet të budgetit. 50 milion komuna obilisti ka pas për të vite sa qeverisë kryetari. Edhe unë e kam pyet ku janë ato 50 milion, ai nuk është përgjigj. Është mirë ato 50 milion me ditë ka kanë shku edhe a janë shku në kogenerim, a janë shku në kanalizim, apo ku kanë shku? Për një 12 i poshtë që kanë shku në kogenerim dhe për tjerat të po. Ato do të më bo një ngrotore, një stacion, do të më bo ta mund si ka jesë... Po të podme, nëse kushtan 60 milion projekti, unë po kuptoj që ka puna edhe matutje, ajo do të me mendohet, vazhdojt edhe në përfshatra, Millëshi, Mazgjet, Dardisht, ku ka mundësi të më vazhdo? Shkurt. Unë realisht se di që është zotit thotë që i ka me mujtë me implementu mrena mandatit, nëse dohet ato mundrua pet ato gypo. Nëse thujna që ata gypa si janë adekuat për zonën që për ndërtohet, atëherë do të me mendu, më këthy mrapa komplet, edhe me fillu për fillim. Kështu the për gypat nuk janë adekuat për...